Bashkia e Sarandë ka shpallur hapjen e tendrit për ndërtim pedonale segmenti i rrugëve Deja Isadora Dunkan, Alida Hysku në Ksamil me fond limit prej 83.333.000 lek. Sipas dokumentit, në këtë projekt janë parashikuar 3 rrugë që ndodhen në një zonë urbane në Ksamil. Në gjendjen ekzistuese, ato janë të amortizuara dhe të degraduara në pjesën më të madhe. Projektimi i rrugës së brendshme me asfalt përfshin hyrje në infrastrukturën rrugore, duke kryer shtrimin me pllakë guri një segment dhe shtrimin me shtresë asfaltike. Qëllimi i projektit konsiston në përmirësimin e mjedisit urban, krijimin e një infrastrukture të mirëfillt bashkëkohore dhe kthimin e saj në shërbim të komunitetit, duke qenë se është një rrugë qendrore me impakt të drejtë për banorët e kësaj zone. Përfituesit direkt të projektit janë banorët e zonës, si dhe pushuesit të huaj e vendas që zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre në këtë zona turistike. Projekti do të hartohet në përputhje me të gjitha normat dhe standardet për projektim që parashikon legjislacionin në fuqi, si dhe do të jetë me parametra europiane, thuhet në dokument. Gjithashtu do të garantohet siguri për kombësorët dhe të mjeteve për të shmangur problematika në lëvizje.